Unë jam aktivizuar në Partinë Demokratike në dhjetor të 97-ës, kur neve bashkë me disa të rinj edhe të reja në atë kohë, organizuam një takim në një disko në Vlorë, në një disko private, një takim me 500 të rinj, ku mori pjesë Indjeri Sokololdashi, ka qenë në atë kohë Gen Strazimiri, ka qenë edhe shumë të tjerë të cilët ishin pjesë forumit rinor në atë kohë. Në 97-2001 unë kam mbaruar shkollën e lartë në Universitetin e Vlorës për administrim biznes dhe jam bërë antar i Partisë Demokratike, e kam kartën madje, e kam akoma në shtëpi në vitin 2002 me zotin Shtim Gjyeri, i cili ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Domethënë që prej 97-ës dhe deri në ditën që unë bëra 35 vjeç, kam qenë antar i kryesisë Forumit Rinor të Partisë Demokratike, kam qenë nënkryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, pastaj kam kaluar në pjesën e kryesisë së Degës, kam kaluar drejtuesi i Departamentit Ekonomik, kam bërë një garë shumë të bukur, mund ta quaj edhe pse humba me 6 vota në 2018-ën, kam bërë një garë për kryetar Degët Partisë Demokratike, kam kandiduar me zotin Genz Deromema. Mu afrua pastaj nga pjesa e kryesisë Partisë Demokratike, mu afrua roli sekretarit Degës, sepse në Partinë Demokratike sekretari Degës emërohet direkt nga qendra. Në momentin e ndarjes në shtator të 2021 që ndodhen problematikat, unë midis dy liderave, midis Berishës dhe Bashës, unë zgjodha që ndroj në krahun e Bashës duke parë një të ardhme. Zgjodha që ndroj në krahun e Bashës sepse midis tyre dyve zgjodha Bashën. Midis Bashës dhe dikujt tjetër do t'i vija në kandar kushdo që ishte tjetër. Domethënë kam zgjedhur krahun më të mirë për të ecur përpara. Kam qenë kryetari i Partisë Demokratike deri në humbjen e Vulës, antari i kryesisë PD-s dhe së fundmi që prej 2023-shit kam drejtuar listën e Partisë Demokratike për këshilltarët bashkiak dhe jam antar i Këshillit Bashkiak dhe kryetari i grupit të PD-s dhe PD-jus në Këshillin Bashkiak dhe akoma e zotëroj. Unë mendoj që duke pasur parasysh që kryetarët e degëve ose ish kryetarët e degëve të Partisë Demokratike largohen për t'ju bashkangjitur qeverisë, unë mendoj që është dhe dobësie e drejtimit politik të atij qarku. Sepse në momentin që një qark ka një drejtues politik të fortë dhe gjërat ecin në ritmin e duhur, absolutisht asnjëri nuk ka pse të largohet. Sepse ne jemi në Partinë Demokratike dhe për vlera dhe për moral, nuk jemi vetëm për përfitime. Unë kam 27-28 vite në Partinë Demokratike dhe jam gjithmonë vullnetar. Nuk kam punuar asnjë ditë në shtet, kam qenë gjithmonë në institucione financiare private, aktualisht jam edhe në bizneset e mia private, e vetmja punë ime në shtet ka qenë pjesë e Këshillit Bashkiak, që është më shumë honorifike se sa një punë në shtet, po edhe atje besoj që kontributin tim e jap 100 herë më shumë se sa ato që më vërtet që se ka një pagesë simbolike, nuk është ndonjë gjë. Kështu që unë besoj që Partia Demokratike që prej vitit 2009 edhe këtej ka filluar që të çedoj. Jam rritur me Partinë Demokratike, 18 vjeç, e kam të kultivuar, e kam në gjak, e kam si ndjenjë, e kam si çdo gjë, domethënë, nuk është problemi, sepse shumë mirë mund ta zgjidhja edhe unë si tjerësh, e kisha potencialin politik kaloja në krahun tjetër. 5 minuta. Madje e kisha edhe më të avancuar, sepse fundit ta ka nevojë edhe për njerëz profesionista, përveç se të njerëz të politikës. Por gjithmonë kam qëndruar stoik për të ecur para, për të quar përpara, luftë i vetëm, domethënë, unë nuk e harroj që kam hequr 2021-2024 me Vulën. O ma merrni në ska, domethënë në kuftimin ato vite. Ore, po nuk kam çeduar Vulën. Vula është ndjenjë, është moral, merre Vulën, çedo. Vula e Partisë Demokratike duhet vetëm ditën kur të regjistrohesh në zgjedhje, asnjë moment tjetër. Madje qeshnim në njëherë se unë marrëdhënie të mira me gjithë dhe me kryetarët, ajo ishte më shumë luftë qendre, por ne në terren aty kishim marrëdhënie të mira. Qeshim në njëherë me zotin Hoxha, me kryetarin e rithemelimit dhe thoshte, ore do njëri një vërtetim, thotë që ka qenë antar PD-je, do ja japësh çik ti firmosi atij se ke qenë ti kryetar në atë kohë me Vulse. Unë firmos pas 1 qershorit, domethënë bëjmë dhe shakara të tilla, por na vjen keq sepse kemi vendosur që në Vlorë të rrisin fëmijët në një qytet që me të vërtet duhet i rrisin fëmijët në atë qytet, por kur e shikojmë në këtë mënyrë nuk mundet. Në këtë mënyrë është i pajetueshëm. Është qytet aq i bukur, aq i mirë për të ardhur për një drek, për të kaluar 1 ditë, 2 ditë për të bërë plazh, se kur jeton pastaj e fillon e kupton atë pjesën e qytetit.
Po ti marrësh me radhë. Erdhi i zoti Kollozi, krijoi një parti të tjetër, të tjerën iku. Erdhi Agronsheja, i krijoi i drejtuesi politik, krijoi një parti iku. Të gjithë po ikin, pse largohen? Atëherë ka një keq menaxhim, ka diçka që shkon. Ose se mund të themi për shembull që janë njerëz ambicioz. Patjetër, po ambicie kemi gjithë, po ambicien e kemi brenda një kuadrati dhe brenda një rruge, një rrugtimi që kemi bërë. Nëse kemi zgjedh të përmbajmë këtë rrugtimi dhe këtë punë që ne bëjmë ta bëjmë si mision. Nëse pastaj e kemi zgjedhur që këtë që bëjmë e kemi për përfitime, është tjetër gjë. Po nuk besoj që unë ta kem për përfitime, unë e kam gjithmonë një mision i cili ky mision përsëri më çoi edhe në këtë garë. Të doktorin që drejton Partinë Demokratike, unë mendoj që ja ka gjetur mirë diagnozën këtij populli, edhe po e mban me diagnozën e tij, domethënë ose po shet atë çfarë do për përfitimet e veta. Shiko, Basha mund të ketë 100 gabime, 200 gabime të cilat unë ja kam thënë. E pari gabim ka qenë që ai duhet përplasej dhe nuk duhet të tërhiqej nga përplasja me doktorin. Por Basha ka thënë një gjë që Partia Demokratike po merret për nevoja dhe përfitime personale dhe për mbrojtje personale. Sot pas 3 vitesh jemi këtu. Çdo gjë është bërë për personale. Për sa i përket pjesës së Bashkisë Vlorës, Bashkia e Vlorës është drejtuar që prej vitit 99-2003 nga Niko Veizi, i cili përsëri ka qenë një ginekolog. Në vitin 2015 deri në 2023 ka qenë përsëri Dritan Leli, i cili përsëri është mjek. Në 2023 erdhi Ermal Dreda, që është përsëri djali një mjeku, por përsëri nëse është djali një mjeku shkarkohet, le të themi një 30%, dhe përsëri kandidatja tjetër është mjeke. Unë besoj që megjithëse dashamirësinë që mund të ketë kandidatja tjetër e Partisë Socialiste është e privuar për dështuar, sepse Bashkia e Vlorës është në një situatë kritike që nuk i nevojiten më bisturit dhe diagnoza. Duhen mjekuar dhe duhet bërë një analizë shumë e thellë nga se vin problematika. Bashkia e Vlorës ka nevojë për një analizë financiare, për një ekspert kontabël, për një njeri që ta marrë bashkinë në dorëzim. Fonde dhe të ardhura ka sa të duash, keq menaxhohen. Ja, unë po të marr një shembull që atë unë e kam shprehur edhe gjatë fushatës me gjithë kolegët dhe me gjithë tjerët. Unë mund të jem në momentin nëse populli i Vlorës më beson, unë mund të jem vetëm kryetar bashkie që nuk do kem 7 këshilltar. Bashkia e Vlorës ka 7 këshilltar. 7 këshilltar paguhen diku në muaj rreth 20.000 euro, pasi rrogat janë rritur. Herë 12 muaj bën 240.000 euro, për 4 vjet janë 1 milion euro. Tani në momentin që qyteti ka zgjedhur kandidatët, 3 kandidat, 2 kandidat, presupozohet që janë njerëzit më me integritet, më me vlera. Për çfarë duhet këshilluar këta me 1 milion euro? Atëherë nëse është gomar kryetari i bashkisë do i vësh këshilltar, nëse kryetari i bashkisë është njëri me vlera dhe ecën përpara, nuk e pse i vë 7 këshilltar. Kështu që ka shumë gjëra për të bërë dhe për të çbërë në bashki. Ato nuk themi se ju mund thoni që ore po këshilltarët janë në strukturë. Patjetër janë strukturë, mund t'i lëmë bosh. Dhe fondi është i papërdorur, nuk është detyrim që t'i zësh pozicione. Kështu që mendoj që ka shumë gjëra për të bërë. Partia Demokratike, demokratët, strukturat dhe militantët e Partisë Demokratike mbështetin mua 100%. Ajo që ka ndodhur në Vlorë është që drejtuesi politik dhe disa persona të përveçëm të kryesisë mbështesin kandidatin tjetër pavarur, i cili më vjen keq ta them që ai ka të drejtën e Zotit të kandidojë, por është një kandidat i majt, sepse preardhja, origjina, veprimet që ai ka bërë në 10 vitet e fundit janë veprime jo të një opozitarizmi, po janë veprime që ai është rreshtuar kërshi pushtetit. Kështu që ajo që më mbështet është e gjithë struktura e Partisë Demokratike, janë të gjitha militantët dhe të gjithë njerëzit që me të vërtet besojnë te Partia Demokratike, sepse edhe sot e kanë besuar dhe e kanë parë që çdo veprim po bëhet për të mbajtur në këmbë një njeri dhe jo për ta çuar përpara Partinë Demokratike. Unë mund t'ju kujtoj, më falni nëse po ju ndërpres, mund t'u kujtoj që edhe partia erdhi dhe zoti Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, bëri një mbledhje kryesie, që një mbledhje që i kaloi jo me pak debat, dhe zoti Noka është shprehur në mbledhje që është një vendim nga leadershipi, mbështetje kandidatit pavarur dhe është një eksperiment që neve po bëjmë me shoqërinë civile. Tani më fal, nuk mund bësh eksperimente pas 13 vitesh opozitë. Pas 13 vitesh opozitë mund bësh eksperimente, dhe këtu ka pasur debate dhe ka pas shumë debat mbledhja përderisa është qetësuar. Dhe unë besoj që nuk e di, nëse sot
zotëria do t'i arriti mbledhi firmat, por deri pardjata nuk ishin më shumë se 35-40% firmave që duhet mblidhin për t'u regjistruar. Unë besoj që shiko, që në gjenezë Partia Demokratike në Vlorë është krijuar nga familjet më të vjetra qytetare vlonjate, që në ato vite, në vitin 91-90 dhe gjitha, dhe të gjithë për shembull kanë pasur shumë besim te Partia Demokratike, dhe Partia Demokratike ka qenë shumë solide në Vlorë, pavarësisht që Vlorës mund t'i themi një vend i majt, por ka qenë solide. Po të bëhet reforma zgjedhore, të bëhet një reformë saktë. Jo, kjo reformë që është, unë besoj që edhe Vlora thyet nga ana e Partisë Demokratike. Por, unë shikoj që shumë strukturat pas zgjedhjeve të 2021-shit, pas problematikave të ndryshme, pas përplasjeve të ndryshme, kanë kaluar në dormën, që mund të themi në gjendje gjumi. Dhe duke kaluar në gjendje gjumi, ata nuk e kanë pasur besimin që mund të ndodhte diçka. Si nuk e kanë pasur në 2023 në zgjedhje, rithemelimi mori 6.000 vota, PD-ja mori 3.000 vota. Domethënë rithemelimi që ishte bashkë me LSI-n dhe me shumë parti tjera, siç ishin pak a shumë gjërat. Por njerëzit nuk duan përplasje, njerëzit duan një qëllim. Qëllimi është si mund të bijem në pushtet. Si mund të vinë në pushtet demokratët, sepse edhe 16 vjet është kohë e gjatë, po të marrim sigur ky mandat të mbaroj. Në qytet thonë, po kush të sponsorizon, kush janë oligarkët që i ke nga mbrapa, kush është pjesa që të mbështet. Dhe unë i them, disi do jetë një garë me rrjete sociale dhe do dalë në këmbë do takoj njerëz. E para nuk mund të bëj dreka darka, të mbledh gazetar, të mbledh, domethënë të jap dreka darka në momentin që 38% e popullsisë së qytetit Vlorës është me $5 në ditë. Çfarë duhet u tregoj? Që unë kërcej dhe dal foto, apo takime fake të cilën mbledhin gjithë administratën të cilën i bëjmë presion që të vënë në takime? Jo, absolutisht. Unë do dal në këmbë, do takoj qytetarët. Dhe në një televizion më pyetën cilët oligark ke nga mbrapa. I thash, ma keni bërë pyetjen mësime porosie, i thash. Kam 2 oligark nga mbrapa. Ngeli gazetari dhe më tha, cilët janë? Morali dhe ndërgjegjësia. Kanë 2 oligark që nuk më lënë të shputem, i thënë, dhe i kam shumë të fortë, morali dhe ndërgjegjësia. Domethënë është morali dhe ndërgjegjja ime që më mban këtu sot. Unë po hy në një garë për qytetarët, po hy për një garë për demokratët e Vlorës, që të kenë një alternativë, se ne jemi detyruar një parti opozitare të japim shpresën. Ne duhet të japim shpresë, jo ta varrosim. Në qoftë Rama, në qoftë qeveria e Partisë Socialiste e ka humbur shpresën njerëzit, e ka quar në këtë derexhet, le të themi, Shqipërinë, ne po e varrosim shpresën duke mos nxjerr kandidat. E di çka ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë, dikush nga anëtarët e kryesisë i tha sekretarit përgjithshëm, "Ore," i thot, "dakord, po e bëni si test," i tha, "po të paktën tha kandidatin që na e bini blu nga jashtë e të kuq nga brenda." Po ju po na e bini të kuq nga jashtë e të kuq nga brenda, në kuptimin që është totalisht i majt, por që në momentin që po, dhe pse është bërë kjo? Kjo është bërë për t'i dhënë kandidates tjetër, një kandidat të dobët, në mënyrë që duke pasur parasysh që do ketë një abortim masiv nga gjithë votuesit në Vlorë të zgjedhjeve, nuk e di do vjen 10-15% pjesëmarrja, duke i dhënë një kandidat të dobët, le të themi, atëherë kandidatja tjetër fiton me 70%, me 80% dhe nuk ka rëndësi sa veta votojnë, ka rëndësi vetëm përqindja që të ketë një lloj diference. Kjo është e gjitha. Për sa i përket pjesës në 2 vite që unë kam qenë në Këshillin Bashkiak, unë kam studiuar para çdo lloji mbledhje dhe unë bashkinë e njoh në majtë të gishtave, çdo problematik, çdo gjë, çdo bilanc, çdo detaj, çdo gjë. Kam qenë unë ai i cili ka kundërshtuar me shumë forcë rritjen e çmimit të ujit në Bashkinë Vlorës, në Këshillin Bashkiak. Kam qenë unë që ka denoncuar të gjitha pjesën e vendimarrjeve me vendime gjykate që bënin në ujësjellë që merrnin paga falas si kishte një abuzim shumë të madh. Kam qenë unë që kam kundërshtuar paketën fiskale me 34%. Kemi qenë ne, të cilët e kemi rrëzuar pjesën e kaninës për marrjen e tokave të kaninës. Kemi qenë ne që kemi denoncuar pjesën e marrjes së ujit të Tragjasit. Kemi qenë ne të cilët kemi thënë për buxhetin që kjo duhet, kjo nuk duhet, dhe duke pasur parasysh që duhen gjëra të tjera dhe kanë dalë çdo fjalë që ne kemi qenë. Nëse ne do bënim një opozitë të dobët, aktualisht nuk do ishim në këtë situatë sot. Ardhja e Ramës dhe shkarkimi 21 drejtorëve ka ardhur nga denoncimet tona.
Pavarësisht se ai e dinte informacionin, por nuk mund ta nxirrte për jashtë, dhe ai e nxori vetë informacionin jashtë Rama, e bëri vetë veprimin sa të bëj veprimin nga institucionet tjera. Ne mos harrojmë që kemi bërë edhe 2-3 kallëzime në SPAK, edhe në prokurori për raste të veçanta. Kemi bërë kallëzim në prokurori të 3 kryetarët e grupeve, zoti Hoxha, unë dhe zoti Gumbardi, të cilët përfaqësojmë 17 këshilltar, kemi bërë kallëzim ku u mbyt qyteti i Vlorës në prokurori. Gjithashtu raporti KLSH-s ka dalë që ujësillësi dhe bashkia kanë faj për mbytjen e qytetit Vlorës në tetor të 2024-s. Po flasim për një mbytje që janë bërë miliona euro dëme. Po flasim për një përmbytje që një qytet pasi doli nga behari me 5 përfitime ekonomike në tetor u mbyt dhe i humbi ato gjëra. Kështu që ne kemi qenë dhe do të jemi një zë i fortë. Unë po të them pavarësisht që do vej gara e 9 nëntorit, unë aktualisht ligji nuk më lejon që unë nuk më jep që t'jap dorëheqjen, unë do jem përsëri në Këshill Bashkiak, do jem përsëri ai zëri që ka qenë gjithmonë opozitar dhe i fortë. Gjithmonë për të mirën e qytetarëve, pasi unë shikoj që me të vërtet Vlora ka potenciale shumë të mëdha, po është e keq menaxhuar. Babai im ka punuar në Shkodër, është shkodran, është nipi Martin Camaj. Martin Camaj shkrimtari është nipi Dajo, direkt. E para njerë unë jam krenar që jam me origjinë nga Shkodra dhe jam krenar që vi nga jo familje. Por përsëri dhe nga Vlora nuk jam më pak, sepse unë nga Vlora, nga mamaja jam me origjinë nga Gjirokastra, por të vendosur në Vlorë. Unë jam nipi Vilson dhe Kreshnik Qipit, të cilët janë 2 personalitete të nderuar në Vlorë, vim nga një familje sportistësh. Gjithashtu dhe mamaja ime është mësuese matematike fizike, babai im ka qenë inxhinier elektrik, kështu që jam vendosur në Vlorë në vitin 95, ku kam mbaruar shkollën e mesme, vitin e 34, kam mbaruar dhe në Vlorë kam mbaruar dhe universitetin 97-2001 në Universitetin e Vlorës, pastaj kam punuar rreth 15-17 vite në sistemin bankar, jam i specializuar në pjesën e financave, pasi edhe kam bërë mastera në institucione ndërkombëtare dhe kualifikime të tjera. Kështu që mund të them që është një ndërthurje shumë e bukur që një shkodran me 9 nga Gjirokastra, mund të them që e kam ndërthurur aq bukur situatën sa për t'i bërë ballë atij terreni atje. Terreni në Vlorë është shumë i vështirë, po jo i pamenaxhueshëm. Nuk është i pamenaxhueshëm dhe unë besoj që vlonjatët kanë shpirtin e luftarak, të cilën edhe unë e kam kultivuar, sepse pavarësisht që unë kam marrë intelektin dhe çdo gjë kam marrë 16 vjeç në Vlorë, po kam kaluar adoleshencën dhe pak a shumë është kultivuar dhe pjesa ime. Kështu që besoj që jam fakti që unë e kam vuajtur këtë pjesë në 2016-ën, 17-ën, edhe në 15-ën, sepse unë jam diskutuar për të bërë kandidat për kryetar bashkie që në 2015-ën, kur ishte koha që u vendos godzoti Deromema përballë Lelit, dhe gjithmonë thoshin do vi një shkodran në Vlorë, do vi një shkodran kandidat bashkie dhe çdo gjë. Sot që ne po flasim kandidatën Partia Socialiste e ka me origjinë nga Lushnja. E lindur në Sofje, kështu që për mua nuk ka pjesë, ke shumë të tjerë në Tiranë që kanë lindur në vende të tjera. Për mua është njeriu bën vend dhe jep kontribute aty ku ka familjen, aty ku ka jetën e tij dhe aty ku ka dhënë kontributin maksimal intelektual. Unë besoj që këtë kontribut mund ta jap sepse unë në qytet kam dhënë maksimumin tim, jo në punë të shtetit, por me forcat dhe me arritjet e mia. Unë e kam zhvilluar qytetin në një mënyrë tjetër. Unë kam kredituar në periudhën që unë kam qenë drejtues banke, kam kredituar mbi 300 milion euro në qytet 2005-2017. Flasim në këto vite që ka qenë bumi i zhvillimit dhe 300 milion euro të kredituara në ato vite mund të jenë 1 miliard euro sot, sepse vlera nuk është e njëjtë. Kështu që unë besoj që jam në vendin e dur, në kohën e dur, momentin e dur. Si do shkoj, vlonjatët e kanë në dorë, qytetarët vlonjatë e kanë në dorë që të zgjedhin kush do t'i çojë përpara, kush do jetë guardiani ose roja i fondeve tyre dhe taksave dhe kush do ta bëjë qytetin të jetueshëm. Ka ardhur një moment që qytetet duhet bëhen të jetueshme, sepse i jetueshëm nuk bëhet duke i shtruar rrugë dhe duke i hequr plerat ose duke i pastruar mbeturinat. I jetueshëm bëhet nga ana sociale, nga ana kulturore, nga ana intelektuale, nga ana zhvillimore, nga ana ti ke në Vlorë sot s'ke parqe për lodra për fëmijësh. Kjo është minimalja me pak lek. Si mund paguash ti 250.000 euro në vit 7 këshilltar që të thonë bëj apo mos e bëj dhe mos të bësh 2 parqe që mund vënë 250.000 euro në vit? Kështu që ka shumë gjëra për të rregulluar, por ka shumë gjëra që bëhen mirë me pak vullnet të mirë.